Finalizojnë brenda 24 orëve 2 operacione në fushën e vjedhjes nga Komisariati i Policisë së Vlorës. Vjen në pranga në kuadër të operacioneve të koduara Trace dhe Strike 2 autorët e disa vjedhjeve në qytetin e Vlorës, njëri prej të cilëve në kërkim edhe për një tjetër rast vjedhje në një tjetër qytet. Strukturat e Komisariatit të Policisë Vlorës, si rezultati i intensifikimit të kontrolleve dhe hetimeve përmes verifikimeve në terren dhe analizës së pamjeve të kamerave të sigurisë, kanë zbardhur dhe dokumentuar disa raste vjedhjesh. Nga hetimet ka rezultuar se 40 vjeçari është autori i 3 vjedhjeve të ndodhura në subjekte të ndryshme tregtare në qytetin e Vlorës, konkretisht në data 2 dhe 29 i 4 2025, duke vjedhur një shumë parash në subjektin e një shtetasi në lagjen Pavarësia 2. Po atë ditë ka vjedhur përsëri një shumë parash në subjektin e një shtetasi në lagjen 10 Koriku. E në datën 2 i 5 2025 ka vjedhur artikuj të ndryshëm në subjektin tregtar të një shtetasi në lagjen 10 Koriku. Gjithashtu ka rezultuar se ky shtetas ishte në kërkim për një tjetër vjedhje të ndodhur në qytetin e Elbasanit, ku dyshohet se ka vjedhur në një subjekt të llojit Tabakino. Një pjesë e sendeve të vjedhura dhe disa mjete të përdorura për kryerjen e vjedhjeve u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. E në kuadër të operacionit Strike, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë kanë arrestuar 41 vjeçarin banues në Vlorë. Ky shtetas dyshohet se më datë 2 i 5 në lagjen 10 Koriku ka vjedhur me dhunë një stetase 2 varse Floriri dhe çantën në të cilën ndodheshin një shumë prej 160.000 lekësh dhe sendesh të tjera. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.